Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur të përgatit për iftar shnicla shumë të shëshme për dëshirën e fëmijëve edhe neve në kolla normal. Krejt që na nevojitin janë 1 kilogram pra misht pules, që i kemi nda kështu shnicla ose file. Mandej 2 lloje të prezllave, këto 2 lloje i përdori, pra të dyjat i bleni në Kaufland. Shumica motra më kanë vetë çfarë prezlla përdor Neri, kështu që të dyja mundin edhe veç me këto. Une i përzi të dyjat, sepse bëhen shumë të mira. Gjysmën kështu, gjysmën kështu, mill në një pjatë tjetër që jesin 4 vezë, biberzi, veget, pra edhe 1 kilogram misht pules, në vaj pjekum, bismillah, fillojna me përgatitjen. I kemi rrohur me që kanë, pra me që keq të mishit, pra edhe shniclat, tashti i marinojna një herë me veget, për mi, mandej biber të zi, edhe i rrotullojna poshtu në ondën tjetër, edhe njëjt ashtu i qesim pra veget edhe biber të zi. Biber zi në 2 ondë. I rrotullojna në ondën tjetër, po ashtu i qesim pra veget edhe biber të zi. I kemi marinu po në të 2 ondë me veget edhe me biberzi. Pak veget e marrim edhe qesim tek milli edhe e përzina edhe millin me duar kështu. 4 vezë i rrohim me piron. Tek vezë shtojna veç pak krip pra, me moja të kishtave edhe i tundim. Mandej prej millit tek vezët edhe prej vezëve tek prezllat e bukës pra. Direkt në vojën e nxehur. Tash i qesim pra tek vojën e nxehur. Edhe një kështu pra. Spori në mill, mandej tek vezë, edhe tek prezllat. Shniclat i rrotullojna në ondën tjetër. Pjekun pra, pjekun mirë. I kemi pjekë tash në 2 ondë, edhe të qesim shnicla pra në një pjatë. Deri në fund pjekën pra kështu. Tashti pra i pjekëm deri në fund shniclat. Një nga një. Deri sa të pjekën edhe shniclat e pules, në anën tjetër i kom morë vetë patate, i kom shpëla, i kom qëru, i kom ngri kështu edhe prap i kom shpëla, marrën bismillah veget, hudhër blume, biber të zi, biber të kuq, edhe marrën në vaj ullivi. I përzina mirë me duar, edhe i fusim tashti në tepsi qeshen, me lete për pjekja, i fusim në furën e nxehur pra në temperaturë 200 gradë. I kemi qit pra në tepsi patatet, e i kemi përzi mirë, i fusim një herë pra në furën e nxehur. Edhe patatet i kemi pjek në furrë, i kemi pjek në temperaturë 200 gradë, pra për një 35 minuta i kemi lanë në furrë bohen, tepër të sheshëm që ja vlen te provoni. Në anën tjetër i kemi bo edhe shniclat e pules, pak sallatë marojna, sose, edhe neve na bëf mirë iftari shpejt edhe i sheshëm. Edhe në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them, Allah na pranoft agjerimin e lutjet tona, ju pos bëmi iftari juaj deri në recetën e radhës, pra
Miru pofshim!